Është një privilegj për mua si presidente e Universitetit Luarasi që të jem sot këtu me ju, në një moment kaq të rëndësishëm për universitetin ton, për arsimin e lartë shqiptar dhe për gjithë ata që besojnë në fuqinë e dijes si çelësin e suksesit. Me përkushtim të plot ndaj ekselencës akademike, kemi kënaqësinë të shpallim bashkëpunimin ton të ri me një nga institucionet më prestigjioze në botë, Universitetin e Londrës, në bashkëpunimin akademik me London School of Economics. Universiteti Luarasi, gjatë 22 viteve të tij të eksperiencës, është konsoliduar si një institucion i shquar, i njohur për angazhimin e tij ndaj ekselencës akademike dhe zhvillimit. Ky bashkëpunim sjell në Shqipëri 3 programe të reja studimi, të cilat do të ofrojnë studentëve tanë mundësinë unike për të marrë njohuri dhe përvojë të nivelit më të lartë, ku në përfundimin e studimeve do të pajisen me diplomë Universitetit të Londrës. Përmes këtij bashkëpunimi, standardet më të larta të arsimit global bëhen pjesë e sistemit tonë të arsimit të lartë, duke krijuar mundësinë jashtëzakonshme për zhvillimin akademik dhe profesional të studentëve të ardhshëm. Kjo iniciativë nuk është thjesht një hap përpara për universitetin ton, por dhe një angazhim i ri për të sjellë në Shqipëri njohuritë dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Programet e reja të studimit janë një dëshmi e përkushtimit ton për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për studentët tanë, duke siguruar që ata të jenë të pajisur me njohuritë dhe aftësitë më të kërkuar në fushat e tyre të studimit dhe nevojat që ka tregu i punës sot. Si ish studente e London School of Economics, nga përvoja personale, vlerën e një arsimi cilësor dhe ndikimin që ai ka në formimin profesional dhe intelektual të një individi e kam në praktikën time. Më kujtohet momenti kur për herë të parë u ndodha në auditorët e London School of Economics, e rrethuar nga mendjet më të ndritura të botës, dhe kuptova se sa e rëndësishme është të jesh pjesë e një institucioni që të sfidon dhe të frymëzon çdo ditë. Pikërisht, kjo përvojë më ka frymëzuar për të punuar pa u lodhur që studentët shqiptar të kenë mundësinë të përfitojnë nga standardet më të larta akademike, pa qenë nevojshëm të largohen nga vendi i tyre. Ky bashkëpunim nuk sjell vetëm një diplomë prestigjioze, por edhe një eksperiencë unike akademike ku profesorë dhe ekspertë të njohur ndërkombëtar do të ndajnë dijet dhe eksperiencën e tyre me studentët tanë. Kjo do t'i përgatisë ata për dregun global të punës, duke u dhënë një avantazh të jashtëzakonshëm në karrierën e tyre. Për më tepër, jemi të përkushtuar të mbështesim studentët ekselent përmes bursave dhe mundësive të tjera financiare, sepse besojmë se asnjë talent nuk duhet të mbetet pa mbështetje. Ky bashkëpunim me një institucion prestigjioz nëpërmjet Universitetit Luarasi dhe London School of Economics nuk është thjesht një arritje, por një hap i madh për të ardhmen. Ai shënon fillimin e një kapitull të ri për arsimin e lartë shqiptar dhe na motivon të ndërtojmë lidhje të reja bashkëpunimi për zhvillimin dhe mundësi të reja për studentët tanë. Ndaj sot, dua të ftoj çdo student që ndëron për një të ardhme të ndritur, çdo prind që dëshiron më të mirën për fëmijën e tij, dhe çdo partner që beson në fuqinë e dijes, të na bashkohet në këtë rrugtim tonin. Sepse vetëm së bashku mund të krijojmë një realitet ku rinia jonë nuk ka nevojë të largohet për të arritur suksesin, por mund ta ndërtojmë të ardhmen e saj këtu në Shqipëri. Ju falenderoj nga zemra që jeni sot me ne, së bashku të krijojmë të rinjve tanë mundësitë dhe ëndrat e realizuara. Faleminderit shumë. Kërkoj ndjes, kisha shumë emocione, sepse së bashku me kolegët e London School of Economics, kemi 7 vjet që kemi bashkëpunuar dhe jam shumë e lumtur që kemi arritur sot, domethënë ta finalizojmë këtë marrëveshje. Faleminderit shumë.